Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka propozuar qeveri të tranzicionit. Ky propozim vjen pas ftesës së Albin Kurtit për koalicion LVV-LDK. Ka marrë një letër nga kryetari i vetëvendosjes dhe i nxitur nga konsiderata për votuesit e VV-s, ka ndjerë nevojën që t'i përsërisë qëndrimet dhe bindjet tona për çështjet që janë ngritur mbi atë. LDK-ja, duke parë stagnimin 4 vjeçar, e kanë fjalën për aleancat e rrezikuara, rrezikimin e sigurisë nacionale, e kanë vlerësuar të pamundur bashkëpunimin me zotin Kurti, por sot vendi është në një krizë të thellë institucionale, pikërisht për shkak të partisë së parë, dhe zgjedhjen nga kjo blokadë LDK-ja e konsideron të domosdoshme. Propozojmë nisjen e një procesi të ri politik. Në përputhshmëri me këtë, LDK-ja propozon nisjen e këtij procesi me të gjitha partitë për nisjen e një qeverie nacionale të tranzicionit, ka deklaruar ai. Abdixhiku ka ftuar të gjitha partitë që të bëhen bashkë dhe të ofrojnë zgjedhje, një qeveri me afat të caktuar deri në zgjedhjen e presidentit të ri, theksoi Abdixhiku. Në konferencë për media, ai ftoi Kurtin dhe lider të tjerë politik për një takim rreth kësaj nisme. Ai pohoi se kjo do të ishte një qeveri me afat të shkurtër, derisa tha se duhet krijuar qeveria në mënyrë që të shkohet në zgjedhje. Qëndrimi i LDK-s është i pandryshuar, pavarësisht a vjen një letër apo disa. Nuk e kam ndërmend të trajtoj votuesit e LDK-s. Votuesit tanë le të ndihen të qetë, pra po flas vetëm për një zgjedhje në mes të krizës, ka pohuar ai.